Në këto ditë të nxehta ta vere, Kuçova ofron një pamje ndryshe, gjelbërimi, lulet shumëngjyrëshe, pemë dekorative dhe hapësirat e sistemuara publike japin qytetit një atmosferë të qetë dhe mikpritëse. Pamjet e filmuara në parkun qendror përgjatë rrugicave, trotuareve dhe lulishteve tregojnë një qytet ku natyra dhe infrastruktura bashkëjetojnë në harmoni. Bredhat dekorativ, lulet kacavjerse, pemët e mbjella në lagje dhe sipërfaqet e gjelbëruara janë kthyer në një identitet të ri për Kuçovën. Një nga pikat më tërheqëse mbetet edhe avioni i vendosur në sheshin kryesor të qytetit pranë ish-shtëpisë së oficerëve. Ky simbol i historisë së aviacionit shqiptar është ndruar në një pikë referimi për qytetarët dhe vizitorët, duke i dhënë më shumë vlerë një qyteti që njihet jo vetëm për traditën e naftës, por edhe për historinë e aviacionit ushtarak. Në çdo cep të qytetit bien në sy investimet në gjelbërim, lulet sezonale të mbjella në lulishtet qendrore, pemë dekorative përgjatë rrugëve, stolat e rinj dhe mjediset çlodhëse të cilët krijojnë hapësira ku qytetarët zgjedhin të kalojnë orët e pasdites larg temperaturave të larta. Parku i ri i qytetit është kthyer në një nga vendet më të frekuentuara. Familje, të rinj dhe të moshuar shëtisin mes gjelbërimit, ndërsa fëmijët argëtohen në këndet moderne të lorave. Hapësirat rekreative u japin jetë lagjeve dhe krijojnë një mjedis më të shëndetshëm për komunitetin. Kujdesi për mirëmbajtjen e gjelbërimit dhe shtimin e sipërfaqeve të mbjella ka qenë një nga prioritetet e Bashkisë Kuçovë. Në drejtimin e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, investimet në mjedise publike kanë vijuar paralelisht me projektet infrastrukturore, duke synuar jo vetëm për përmirësimin e pamjes së qytetit, por edhe rritjen e cilësisë së jetesës. Sot, Kuçova paraqitet si një qytet i pastër, më me shumë oksigjen, më shumë hapësira çlodhëse dhe më shumë gjelbërim, një qytet ku investimet në mjedis dhe hapësirat publike kanë krijuar një tjetër standard jetese, duke e bërë atë më tërheqësh si për banorët, ashtu edhe për vizitorët që zgjedhin ta vizitojnë në çdo stin të vitit.